ne janë të lehta, ne urdhërohemi me fal namazin. Është mirësi për ne, lidhje me Zotin e gjithësisë. Ne urdhërohemi me respektu prindrit. Është mirësi për ne, kënaqësia e Allahut është kënaqësia e prindit, xheneti është në këmbët e nënës. Ne urdhërohemi me respektu fëmijën, ne urdhërohemi për të parë sjellje të mirë. Të gjitha këto janë dobin tonë. Ne urdhërohemi me fal namazin, është ylla e dytë e Islamit, lidhje me Zotin e gjithësisë. Në sejdë je vendi ku je më pranë Krijuesit të gjithësisë, pranë mirësitë shumta. Lumë për atë njeri i cili i zbaton të gjëra. Ibrahim a.s. bashkë me Ismailin a.s. të gatshëm për ta praktikuar dhe për ta vënë zbatim urdhrin e Zotit të gjithësisë. E kur bëhet gati me bë kurban, Ismailin a.s. aty e kaloi me sukses provimin. E kaloi me sukses zbatimin e urdhrit të Zotit të gjithësisë. Allahu i lartësuar nuk kishte nevojë që Ibrahim a.s. të vriste djalin e tij, të bënte atë kurban. Dhe subhanallahu vjen dhurata për Allahut lartësuar e zvendësuam ne atë, thot Zoti i gjithësisë, me një kurban madhështor. Dhe më pas thot dhe kështu i shpërblejmë vepër mirët, punë mirët. Subhanallah, erdhi qysh në moment shpërblimi për Allahut lartësuar. Dhe kështu të vjen shpërblimi nëse i bindesh Zotit i gjithësisë. Premton Allahu i lartësuar në Kur'an, ku thot premton pra se cili do mashkull apo femër që bën vepra të mira, duke qenë besimtar, do t'ja mundsojmë atij jetë mirë këtë botë. Dhe më pas premton Zoti i gjithësisë shpërblim në botën tjetër. E kaloi me sukses dhe erdhi kurban madhështor për të si shpërblim. Ishte madhështor, pse? Sepse zëvendësoi një njeri madhështor, Ismailin a.s. njeri madhështor. Ishte madhështor, pse? Sepse vazhdon kjo traditë tjetë qysh për Ibrahimit a.s. e praktikojnë Muhamedi a.s. Vazhdojnë të praktikojnë edhe ummeti i tij, bëjnë kurban për kë? Për Allahun e lartësuar. Ishte madhështor kë kurban, pse? Se bëhet vetëm për Allahun e lartësuar. Zoti i gjithësisë thot në Kur'an: "Fasalli li rabbika wanhar", falu për Zotin tënd. E për të bëj kurban, pra për Allahun e lartësuar bëj kurban. Në një ajet tjetër Zoti i gjithësisë thot: "Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Thuaj, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun, Zotin e botrave.